إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Falëndrimet I takojnë Allahu Gjelle Ta'ala, paqja, mirësitë, begatit e Zotit qofshin mbi profetin e tij, mbi familjen e profetit dhe mbi gjithë shokët dhe besimtarët që ndjekin udhëzimet e tij. Të dashur vëllezër besimtar, një detyrë që Zoti Gjelle Ta'ala pasi krijesën e njeri e ka kriju Zoti me përgjegjësi, me barë, me ngarkesë. Pra, që do t'jep llogaritë Zotit kur do të shkoj, me shumë detyra I ngarkuar si një krijesë më e veçanta e Zotit. Një ndër detyrat kryesore gjatë rrugtimit të tij është gjallë që Zoti ja kalon njeriut në dorën e tij, në cilësinë të qenurit gjysh, bab, daj, agj, mësues, hoxh, profesor, mjek, I të gjitha profileve, pa marrë parasysh statusin e tij brenda familjes, brenda shoqërisë, është detyra e jonë e edukimit si një proces I vazhdueshëm në jetën tonë. Edukimi nuk duhet shikohet nga ne se është ajo për cilën ne kur I çomi fëmijët në qerdh ose në nivelet parashkollore ose nivelet më të ulta të shkollimit, se ajo është punë e atyre mësimdhënësve, sepse ata kanë shkollë të kryjnë për këtë punë edhe ne jemi në përgjegjësinë tonë. Edukimi nuk është ai moment kur ne I çomi fëmijët deri te dera e shkollës, pastaj I dorëzohemi aty dhe kur kryhet procesi edukativ arsimor ne shkojmë I marrë me ata fëmijë dhe I sjellemi në shtëpinë tonë. Kjo nuk është edukim. Edukimi nuk është mi marrë fëmijët që ndodh shpeshherë mi çunë me dresë dhe mi thonë që jo hoxhallar, merrni fëmijët e tonë në zona e drejtona në runa fëmijët. Kështu ka pas plot. Kujtoj kur isha mësimdhënës në medrese, vishin prindët dhe thëshin Allah ju nimoft juve se na I kena pronë durt juve. Amen. Allah na ndihmoft neve dhe juve së bashku. Është një trekant që duhet mu lidh, pra fëmijë, mësimdhënës, edukator, por edhe roli atyre që janë brenda shtëpisë. Andaj, ky proces I vazhdueshëm, që është diçka që duhet të del fillimisht nga zemra, që duhet të lidhet me këshilla, që duhet të bazohet në mirëkuptim, në shembuj personal, në model paraprakisht tek ne, para se të jetë edukimi, ajo që mendon dikur se edukimi është shuj, mos fal, mos e bë, mos shka, mos u halit, terme të cilat dëgjohen në vazhdimsi dhe riciklohen këto terme, por diçka nuk është në rregull. Për çka nuk është në rregull? Sepse niveli I edukimit ose procesi I edukimit ne nuk I kemi marrë seriozisht, pa marrë parasysh siç thash rolin, sepse më e lehta në këtë jetë është kur unë e heki përgjegjësinë, e heku petkun tem dhe I them se krejt ju I keni fajet. Kjo është më e lehta në jetë. Justifikimi, arsyetimi që ne dim si krijesa ta bojmë është më e lehta. Por më e duhura është kur ne të gjithë së bashku I marrëmi frenat, I marrëmi përgjegjësitë, secilit atë sa I takon, duke kontribuar të gjithë nga një guri, ndërtojmë një kala dhe nxjerrni gjenerata të cilat kontribuojnë brenda kësaj shoqërie. Abdulkerim Bekar është një profesor universitar me prejardhje do thotë nga Siria, I cili për 50 vite ka jetuar jashtë Sirisë, ta shkove të fundit të shkthyer në vendlindjen e tij. Në vazhdimsi si autor I shumë librave që është marrë me edukimin e gjeneratave, është marrë
në fokus s'ka pas çështjen e edukimit zakonisht. Ka dhe libra shumë të mira, i ka disa libra të përkthyme edhe në gjuhën shqipe, profesor doktor Abdulkerim Bekar, i cili është marrë me çështjen e edukimit. Ai ka sjell disa metoda praktike edukative. Thot në gjithë përvojën time, gjatë rrugtimit tim, thot intelektual, edukativ, kam kuptuar se edukimi nuk është thjesht një varg urdhrash, bënë mëse bë, as një grumbull këshilla të thata. E merr, e këshillon, hajt çka mos u halet, mos e bë dhe një herë mos e përsërit kështu më radh, thot por është një ndërveprim i thellë ndër njerëzor. Ndërveprim, pra kur nalet i shikon reflektet, bashkë bisedon me ta e kështu më radh, një marrëdhënie zemre që bazohet thot në dashuri, në mirë kuptim edhe në shembull personal. Ky e definon pra edukimin si një rrugtim kaq interesant. Vazhdon dhe i vendos disa metoda praktike edukative që do të mundohemi disa mi përmend sot, pastaj pjesën tjetër në hutbën e ardhshme inshallah. Thot vlerat mbillen me pak fjalë. Vlerat mbillen me pak fjalë. Thot disa vlera nuk ka nevojë për ligjërata, as mi qu fëmijë në shkollë, as në universitet, por ato mbjellen me kalimin e kohës në aspektin praktik. Thot në rast se ju i shihni fëmijën tënd, thot, që e ka bën një punë të mirë, ose dikush ka nevojë mi ndihmu, për shembull në rrugë, dhe çka bën? Don mi ia dhoni lëmosh. Kështë një mbjellje vlerës. Kur e merr atë pare që e ke vendos 1, 2, 5, 10, edhe lëshon fëmijën tënd në dorë dhe i thu, shko babit, jepja çtij personi çto pare. Mbjellën. E merr në xhami për shembull fëmijën, don sot më dhon sadaka në xhami. E merr qoftë nëse nuk mund me mri, ja jep parë dhe i thu, gjuj çto paret sepse çto parë janë sadaka për xhami. E kështu më radhë, në vazhdimsi mbjellën këto vlera. Pra ato profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha kur e shihni dikën në rrugë që është me të metafizike, tha thuj elhamdulillahi alladhi afana mimma ibtalahu bi. Thuj falëndërimi i takon Zotit, elhamdulillah o Zot, që mua më ke rujt prej asaj që e ke bo bela këtë person. Ai mund me qenë një njeri në karrozë, mund me qenë një invalid. Paramendon e këtë dua si kur na t'ja mësojmë fëmijëve tonë, që kur ata e shohin një njeri me të meta, një njeri cili ka probleme fizike, mendore, qasje me jetën, dhe fëmiu e thot këtë dua dhe ja din kuptimin e kësaj duare. Nuk do të gjejmë gjenerate e cila do të bollizon me këtë kategori, por do të gjejmë gjenerat e cila do të ndalet me veten, do ta falënderon Zotin, shqyrë Zot që s'u ke bërë siç ky person i cili është i sprovuar e kështu më radhë. Vazhdon thot, pra prej metodave praktike për me, të pyesim në vend që të urdhërojmë. Na zakonisht na prind e kena qefin pak, më konë dhe farë komandanta dhe polic, edhe kena qef më konë, dhe thotë sidomos në këtë mentalitetin tonë shqiptar, urnat i kena shumë qef. A e ke pa si të bëhet pak, mi adhon një detyrë, si të bëhet pak një shef, këta tjerë këtë këshyrë mi shtypë. është punë mentalitete, është punë, dhe thotë, në gjene. Vazhdon thot shpesh themi bëni detyrat. Rregulloj dhomën. Mos i le ato këpucë kështu. Në vazhdimsi, këto janë gjëra të vogla vëllazër. Që prindët tonë do thot, neve na kanë mbjellë dhe sot dhe a ditë do thot, unë po foli personalisht. Do thot nuk kemi guxu që këpucën me lënë njënën të dera e njënën atje në bar. Po çdosh me palu të rafte. Kur nuk ndodh instinkt, sikur më qeni kur disur që kur të shkoj dikon këpucët e mia nuk mund me qenë dikon tjetër, pse e kam edukat për prindëve të mi. Dikur nuk ka qenë vedia nivelin e duhur. Këthon hapi çka ka, s'është me rëndësia në gjatë tashmajta milion as milion. Ta dini se këto gjana fillojnë nga pragu i shtëpisë. Pastaj bartën këto probleme, nëse janë negative në shoqëri, nëse janë pozitive, na ndërtohemi do thotë një shoqëri e cila nuk ka nevojë me pyet pse kena kaq mbeturina dhe bardhat në rrugë, sepse na e kena një defekt dikon, qysh më herët. Dhe ky urdhër thotë me pyet në vend se me urdhëru. Për shembull, e sjell një shembull thotë,
hajde sot një mamë për shembull ta rregullojmë dhomën tonë. Gjatë asaj kohës kur fillon çit procesi me fëmijën që është i vogël, vajzë, djalë, e mëson do thotë çish rregullohet çarçafi, çish rregullohet dhoma, që për fat keq sot ka gjenerat 20 vjet, 25 vjet, nuk din me rregullu dhomën e vet kur. Për çka? Sepse nanat e këtij zamanit janë gatshme bëu gjithçka fëmijëve tyre që e kanë gabim. E kanë gabim. Ne duhet pra, edhe çdo gjanat që janë shumë të vogla, duhet vëllazër do thotë me morë guximin, këtë gjenerat që jemi, do thotë mi thonë stop, sepse krijomi gjenerat që është pasiv, që nuk din me hyp në stacion dhe me shku deri në Prishtinë ka botë 18 vjet. Nuk din. Për çka? Se gjithherë babi dhe mami duhet me qu të shkolla dhe me kthy të shtëpia, se tutët se pe merr dikush ose pe gjon diçka jo. Është gabim kjo çësje, pa më parasysh ka vend për debat për me bu. Në hap një derë për mendim e jo për kokforci. Sepse ka një herë ti e kokfort si prind, a i bëhet kokfort edhe ma shumë se ti, edhe shkojna do të duke u shty njëni me tjetër, edhe nuk ja arrim me rezultatin ku po dojna me dalë si proces. Thot autori të mësojmë së bashku ato që na sjellin dobi. Sa ka ndodhur për neve, sa ndodh në jetën e përditshme, për shembull kur kena problem me fëmijët tonë të cilët kanë ngecje në mësim. Për shka kanë ngecje ata në mësim? Sepse ne kur nuk e kemi ndru formën se si duhen ata me mësu. Na vetëm kur të vinë, do thotë, si pa psikologëve gjëja më e rëndë për një fëmijë të shkollës fillore është që kur ta qel derën e shtëpisë prindi mi thon, hajde ulo ha buk më shpejt edhe kapi çato detyra të bëni. Kjo është sikur me marr atë fëmijë edhe me përplas për muri. Do thotë ai fëmijë kanë dëgjuar me mijë miliona herë të njëjtën fjalë. Sikur prindi të është i gatshëm më ul, edhe mi thon hajde ta kthejmë sot, i zgjidhni bashkë detyrat, ndihmojmë edhe ti sonë CD, do thotë krijohet një farë taktike e mençur që ato e shtin loj, kadal ti tërheqësh, edhe ai i kryen detyrat dhe e sheh rezultatin si ka me qenë. Kështu pra mësimi bëhet në shoqëri, jo me imponim. Me imponim, asgjë nuk mundemi me arrit. Sa herë që ka tentu dikush me imponim në procesin e edukimit, qoftë si prind, qoftë si mëdhënës, sidomos të kjo gjenerat që jemi sot, nuk ja dalmi. Përmend do thotë vëzhgojmë dhe nuk gjykojmë. Kur fëmijë gabon, të mos nxitim me një me çutime. E pyesim do thotë çka ka ndodhur. Ka boe, ka thënë ma hall diku një xham. E ka prish veturën, ka prish bicikletën, motorin, ka bërë një farë zarari, koçësi të madh. Hajde na të mësojmë do thotë i pyetmi pse ndodhi çka gjë. Atë ne kemi atë formën e gjujtës në qafë që më vonë fëmija tonë dalgadal vinë dhe mësojnë për me na rajt neve, nuk na tregoj. Për çka? Sepse ata frigohen se ne nuk kemi qel asnjëherë derë me ta për me diskutu. Por vetëm se i kemi gjyku, më njëherë i kemi qinë gjykatë dhe kemi thonë se kështu për këtë problem, unë ku me dënu ty kështu ku me ta bu, deri në fund. Qysh dim. Por, përmend dhe thotë që të vëzhgojmë, të dim dhe thotë ka janë të shku, me ka janë të shku, çka po bojnë, kur po del për shtëpies, kur vjen në shtëpi, kjo është vëzhgim, jo një obligim, është, jo me dalë dhe thotë me qunë një gilan ka hup fëmini. Qysh hup fëmini për shembull, qysh hup fëmini 3 vjet, 5 vjet, të e pas babën edhe nanën në shtëpi. Nuk duhet me hup. Unë i kom thënë xhamatit edhe në Taravin, xhamati kur ka ardhur, qysh vjen në xhami një fëmijë për shembull 4-5 vjet. Qysh e lën ai prind me ardhur në xhami? Mendon që hoxha e ruan fëminin atia? Jo. Mos u çuta në një qytet me tranu edhe me krejt institucionet e shtetit me dalë ty me ta lyp fëminin. Për çka? Sepse ti e kon do thotë dikun ku nuk e ke kry përgjegjësinë tënde. Nana, baba, motra, vllau, ata janë përgjegjës. Janë përgjegjës për ata që janë më të vogël. Kjo është do thotë rregull që duhet vëllazër, që duhet do thotë me pas në konsiderat. Të ndajmë kohën për biseda, përmend do thotë një dëgjoj, pa ndërprej, shpesh herë ka nevojë fëmia me shpreh imagjinatën e tyre, ka një herë ka nevojë me tregu problemet e tyre, pastaj e përmend edukoj me dashuri jo me frikë. Ne zakonisht kemi qef me frigu fëmijët.
kemi nga njëherë qef me etiketu me emra do thot kafshve, ka njëherë me disa emra të frikshëm, e kështu më radhë. Dhe ky proces gjatë edukimit për fat keq po bartët ndal nga dal. Andaj përmend autori edhe 3 prej metodave praktike të edukimit, tha ndajnë përgjegjësitë së bashku. Sa mirë është kur mësohet fëmini me nda përgjegjësitë të cilat duhet mësu qysh i vogël. Qoftë pastrimit, qoftë punë të shtëpijës, qoftë në obar, qoftë për blerjen e gjësendëve, jo do thot krijohen dhe jo të bëhen fëmijë pasiv. Dhe për asaj që e përmend autori si një edukim praktik i sjelljeve që duhet, thot vlerësoja sjelljen jo vetëm personin. Shpesh herë ne duhet mi thonë ose kemi tentim për mi përmend për shembull tek fëmijët se je i zgjum, ti je bosi babi, ti je kështu, ti ashtu, ti e lavdron vetëm personalitetin e tij. Por e bukur asaj edukimit është kur ai ka kryer një detyrë, ka zgjidh një problem, i ka ik një telashe në shkollë, pra nuk ka rënë atë kurth, ne duhet me pyet për metodën se si ja ke dalë sot. Pra, mi zgju shkatësitë e tij për me qenë i gjendshëm në jetën e tij. Andaj vëllezër, edukatorët thonë se fëmijët nuk ka nevojë që në vazhdimsi t'ja tregomi pikat e forta që i ka, sa ato i ka si prind, i dim, por edukatori i mirë, prindi i mirë është kur e gjen tek fëmiu i vet pikat e dobta dhe ato tenton me forcu. E mësojmë durimin në jetën e përditshme, nëse ndodh për shembull jemi bllokuar në komunikacion, e kështu me radhë, e mësojmë se në jetë duhet të durojmë, nëse ka dalë dikush në rrugë e ka ndërprej, për shembull se na ka prej rrugën, kemi qenë vozitje, e kështu me radhë, duhet ne të jemi ata të cilët ja mësojmë këto shkallësi dhe e dhjeta që e ka përmendur edukojmë përmes shembullit. Nuk mund të kërkojmë asnjëherë prej fëmijëve do thotë që ata të jenë suksesshëm, të jenë të qetë, të jenë të durueshëm, të jenë të mirë në shkollë, të jenë të mirë në punë, përderisa ne nuk jemi të mirë në ato pika të cilat i kërkojmë. Andaj thotë edukimi me shembull nuk është një mësim, por është një jetë që e ndajmë ne me dikën tjetër. Kena nevojë gjithherë në jetë me mësu, kena nevojë gjithherë në jetë me mbledh dije dhe me ngu njerëz e mençur, sepse ata gjithë atë dije që e marrin në për libra e shtrydhin, pastaj na japin neve përvojat më të mira të jetës, ne i dëgjojmë, i ndajmë juve, ju pastaj i merrni ato i përvetësoni, fillimisht për veten dhe i shfrytëzoni do thotë në procesin e edukimit me ata që i keni në përgjithësi për të edukuar. Nuk do të thotë se gjitha këto na mundi me qenë suksesshëm. Nuk janë këto pika të cilët ne do t'i marrim dhe do t'i praktikojmë sot siç komi në shtëpi, por mjafton një prej 10 pikave të përmendura sot ta marrim edhe ta praktikojmë dhe të mundohemi që të jetësojmë jetën tonë. Elusë Allah në Gjellë Ta'ala që Zotit na bën edukator të denjë shembull për gjeneratat që vinë pas dhe lomi gjurmë për së miri dhe një shembull më i mirë fillimisht për familjen, për shoqërinë dhe kudo që jemi. Lutna Allahun të çastë sepse Allahu i dëgjon dhe përgjigjet lutjeve besimtarëve.